Ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci ka komentuar deklaratat e kryeministrit Albin Kurti gjatë fjalimit në Shesh pas fitores në zgjedhjet e Nënshkutit, ku Kurti përdori gjuhë të ashpër ndaj kundër kandidatëve, duke i quajtur disa prej tyre hajvan. Peci në një intervistë tha se Kurti nuk i është referuar një partie të tërë, por një individi specifik nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili sipas tij kishte bërë premtime jo reale dhe të papërballueshme për buxhetin e vendit. Ai mohoi se komentet fyese të Kurtit ishin drejtuar ndaj kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku apo kandidatit të PDK-s për kryeministër Bedri Hamza. Referimi ka qenë kryesisht për një individ, nuk ka qenë për parti politike. Njëri prej eksponentëve të LDK-s është Tiferi Zajt, ka bërë disa premtime dhe disa pika të programit të LDK-s që i ka shpalos, e në disa pika thjesht ka qenë një vlerësim që ai ka dhënë zotime publike për koston financiare për buxhetin e ardhshëm, saqë projekcioni për buxhetin e ka tejkaluar edhe pjesën e bruto të produktit. Nuk mendoj që ju ka referuar Hamzës apo Abdixhikut, ka thënë Peci. Sipas Pecit, duket se Kurti është penduar për ato deklarime. Tashas kryeministri Albin Kurti nuk është i lumtur pse e ka përdorur një shprehje, tha Peci, duke u referuar shprehjes hajvan apo hajvanat.